jam shumë i emocionuar. Ju kërkoj edhe ndjes pak sepse për emocioneve ndoshta edhe nuk mund shprehem. Si është ka intervistë do të përqendrohet te falënderimet për këto djem të mrekullueshëm. Falenderoj prind që na kanë mbështetur dhe kanë shumë korrekt në gjatë gjithë vitit. Një dominim edhe në finalen ndaj Tiranës, se skuadra rivale, por që e keni mundur 3 herë dhe një barazim ndaj saj nga kampionat. Është kënaqësia më e veçantë që e kena dominu rivalin, sidomos kur është edhe Tirana, është kënaqësia edhe më e madhe. Ishit avantazh 2-0 për momentin kur morët penalltin, që u shkurtua rezultati ju pa me shumë emocione. Patet ndoshta ndonjë dilemë se mund të shkonte me shtesë. Kisha qef me dal pa gol sot me të drejtën. Janë 2 ndeshje nga 3-0, sot dosha Dalibi, duket se lidhja juaj me futbollistët është e veçantë, edhe që tregoj edhe kjo Kena një marrëdhënie shumë veçantë me Datlinjën 2010. Fillon shumë herët që të përfaqësuesit rajonale. Ndoshta nuk duhet me hikën e gjanave tash se sot është dita për festë, na është hek padrejtisht një titull, po sa të ardhi aty ku i takon. Te Vllaznia, te Shkodra. Keni qenë pjesë të Vllaznisë së Madhe si futbollist, tashmë si kampion. Cili është gjimi më i madh? Si futbollist apo si trajner? Tash ndoshta kur jam shpall vet kampion me tri të Vllaznisë me akademinë, ndoshta nuk kam ditë me shpreh shumë atë emocionin, po sot jam shumë i emocionuar, kam shumë emocione, nuk e di sot është ditë shumë e veçantë e jetës time. Dalibi, titull kampion vlen, por a vlen këto futbollistë për të ardhur në Vllaznisë? Besoj që kanë me vlet shumë për tyne. Rruga është e gjatë, punë kanë shumë, mund, duhet, sakrificë edhe fat. Por besoj që kena me pas shumë arma që kena me pa. Edhe është me statistikë që shumë djemë që s'kan dalë kampion të akademia nuk kanë shku të ekipi parë. Shumë entuziazëm, masivitet, një tifozëri si asnjëherë tjetër, por i pranishëm ishte edhe presidenti i klubit Vllaznia Alban Xhaferi, i cili ju përgëzoi. Ka ngjallë interes, është realisht ka ngjallë interes. Normalisht edhe presidenti është gjatë gjithë vitit që pyet e interesohet bashkë me drejtuesat për këtë grup, për Datlinjën 2010, sepse besojmë edhe shpresojmë që kena me pa emrat e ekipit parë. Është ky momenti më i gëzueshëm i karrierës tuaj si sportist dhe trajner? Padyshim, është momenti më i gëzuar, jam shumë i emocionuar, nuk di çfarë më falenderoj, nuk di se çfarë më bë, thjesht vetëm po e shijoj. Dalibi, pamë dhe familjar tuaj të pranishëm në këtë ndeshje finale që festuan së bashku me skuadrën. Kanë pjesë edhe ato në suksesin tuaj? Kanë shumë pjesë, sepse diskutohet se në sport për çdo fillnjavë i angazhuar me sportin edhe familja gjithmonë rrin mas telefonit të prit sa u dove, a hupe, a fitove, edhe normalisht kanë pjesën më të madhe sepse më mbështesin edhe më presin edhe më nderojnë. Për poshtë të tjerë kemi folur shpeshherë për babain tuaj Fatmir Dalibi, një futbollist i hershëm. Baba ka emocione, nuk vjen edhe sot e thira nuk erdhi, sa kam emocione, sa vetëm thjesht do me pa rezultatin fund.